Nis, përshëndes. Po e përshëndes, unë ndodhem pranë shkollës në qytetin e Shkodrës, ku është regjistruar ngjarje e rëndë me 3 fëmijë të lënduar, të cilët janë dërguar në Spitalin General të Shkodrës, por duhet theksuar fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën, pra bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë regjistruar pranë shkollës, jashtë ambienteve të shkollës Shenazi Juka, pra në afërsitë e saj, pak metra larg oborrit të shkollës, në zonën e Zdrales, në qytetin e Shkodrës. Përplasja pra ka ndodhur ka qenë një konflikt mes disa të rinjve që ka përfunduar me plagosjen e 3 fëmijëve në ambient jashtë të shkollës. Ato janë dërguar me njëherë në Spitalin të Shkodrës, ku sipas burimeve mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Policia mbërritën pas në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet rreth kësaj ngjarje, pra ku dyshohet se është përdorur dhe arma ftohtë thike në përleshjen mes disa të rinjve në ambientet e jashtme të shkollës, siç e thash, Shenazi Juka në zonën e Zdrales të qytetit të Shkodrës. E qartë. Denis, po si është iniciuar ky sherr mes të rinjve dhe konkretisht sa persona të plagosur ka? Pra janë 3 fëmijë të cilët kanë marrë plagë të rënda, si gjendja e tyre shëndetësore, ke arritur të kuptosh diçka edhe nga fëmijët e tjerë që ndoshta kanë qenë të përfshirë në këtë sherr apo kanë parë diçka, kanë përshtypjen ka patur edhe shumë dëshmitar në momentin e konfliktit. Dyshohet se ka qenë një grup i fëmijëve të cilët janë përleshur edhe fizikisht me njëri tjetrin, ku siç e thash është përdorur edhe arma ftohtë thik, dhe 3 fëmijë janë dërguar në Spitalin të Shkodrës, të cilët kanë marrë lëndime dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që nga ana tjetër policia pasi ka mbërritur në vendin e ngjarjes, siç e thash, ka nisur hetimet për zbardhjen dhe shkaqet e kësaj ngjarje tepër të rëndë në qytetin e Shkodrës, ku rikthen edhe një herë në fakt edhe pas sigurinë ndoshta në shkolla, edhe pse ka ndodhur jashtë oborrit të shkollës Shenazi Juka, dhe sipas burimit ka bërë shoqërimin e autorëve të përfshirë në këtë ngjarje, por nuk dihet ende sa fëmijë apo janë shoqëruar në ambientin e Komisariatit të Policisë së Shkodrës, ndërkohë që siç e tham që në fillim numri i fëmijëve të lënduar bëhet fjalë për 3, por fatmirësisht janë jashtë rrezikut për jetën. E qartë. Ndërkohë nga ana tjetër do doja të dija pak në lidhje me vendin ku ka ndodhur ngjarja. Pra ka ndodhur fiks përpara portës së shkollës apo jo? Po, pak metra në tek porta tu pas me kjo porta porta hyrëse në oborrin e shkollës Shenazi Juka në qytetin e Shkodrës, dhe përleshja dhe ngjarja është regjistruar vetëm pak metra larg nga porta ku ndodhemi ne. Pa jashtë ambienteve të oborrit të shkollës. E qartë. Pra, për ta kuptuar, përpara shkollës apo disa metra më tutje nga shkolla? Është shumë e rëndësishme kjo, Denis, duke qenë se ka qenë një prej polemikave më të mëdha edhe në lidhje me rastin e vdekjes së 15 vjeçarit Martin Cani një vit më parë. Atëherë, këtu siç e thash, kjo pas me është porta hyrëse në oborrin e shkollës Shenazi Juka, ndërkohë që Okej, vetëm një moment, sa po të kem edhe një komunikim pak më të qartë me kolegun Denis Bayraktari. Duket se kemi të bëjmë me një ngjarje e cila në fakt është kthyer tashmë një fenomen normal edhe në dyert e shkollave. Është shumë e rëndë për ta raportuar si ngjarje, pra shkolla tashmë është kthyer në një fenomen i cili nuk po parandalohet dot as nga rojtë të shkollës apo nga vetë arsimtarët të cilët punojnë çdo ditë me këta fëmijë dhe ndoshta mund të jenë pak më pranë, le të themi, problematikës që ata kanë